Për mirë menaxhimin, por edhe monitorimin e stacioneve tarifore në rrugët me pagesë, Autoriteti Rrugor Shqiptar parashikon të ndërtojë një platformë më të dedikuar, e cilësuar si platforma Smart Tolling Software. Ky mekanizëm do të mbledhë dhe do të analizojë të dhëna mbi vëllimin e trafikut, klasifikimet e automjeteve, shpejtësinë e automjeteve dhe tarifat e pritshme dhe të mbledhura në të gjitha rrugët me pagesë aktuale, por edhe ato që janë në ndërtim. Aftësitë të dhënave të STSP dhe raporti duhet të lejojnë menaxhim më të mirë të operacioneve të tarifave, duke siguruar të ardhurat maksimale. Nëpërmjet tenderit të hapur me vlerë 120.3 milion lek ose 1.2 milion euro, të financuar nga buxheti i shtetit, ARSH synon zhvillimin e platformës brenda një periudhe kohore prej 455 ditë nga nënshkrimi i kontratës. Platforma do të mirë menaxhohet edhe nga enti kombëtar i operimit rrugor, si dhe koncesionarët ekzistues. Me pagesë në Shqipëri janë rruga e Kombit, Thuman Kashar, ndërsa me pagesë siç është deklaruar nga qeveria do të jetë dhe tuneli i Llogaras, por dhe segmentet e rrugës Kashar-Lekaj. Aktualisht rrugë të tilla monitorohen dhe mirëmbahen nga enti kombëtar i operimit rrugor.